Një llogari e re në kuadër të thesarit të shtetit po synon të bëhet caku final I parave të konfiskuara nga krimi e korrupsioni. Qeveria në detyrë ka miratuar hapjen e të ashtu quajturit fondi I konfiskimit, I cili sipas ekzekutivit do të jetë adresa vetme ku do të regjistrohen dhe administrohen të hyrat që vijnë nga vendimet e prera të gjykatave. Një fond I këtill po vlerësohet I panevojshëm sipas një ish-gjyqtari të gjykatës së apelit. Ne kemi prokurorin speciale, kemi prokurorin koordinatorin kombëtar, kemi edhe agjencionin koordinatër të ministrisë që e mbikëqyrë dhe administron pasurinë e sekustruar dhe të pasuruar. Këto janë institucione që me vjet tona të kanë gabuar një përvojë. Tash themelimi I këtij mekanizmi të ri që nuk dihet vetëm një fond. E tash nuk dihet aty as cilat janë kompetencat, as çka do të bëhet me këtë fond, a është ky fond që do të financohet nga qeveria, a është ky fond që do t'i mbledh parat e konfiskuara ose pasuritë e konfiskuara, shitjen e pasuritë e konfiskuara, ne nuk e dimë. Derisa qeveria në detyrë nuk dha detaje për këtë fond, avokati Ardian Bajraktari pret që mjetet që do të derdhen aty, t'ju dedikohen viktimave të krimit. Shpresoj që konfiskimi fondit të gjenerojë sa më tepër mjete, si dhe përdorimi I tyre, dedikimi I tyre dhe bëhet për atë që ka në fakt edhe ka qenë dhe vazhdon me qenë e dedikume, kryesisht në drejtim të ngritjes kapaciteteve të organeve të zbatimit të ligjit, si dhe një pjesë e tyre të shkojnë në fondin për kompenzimin e viktimave të krimit. Të mërkurën, Ministria e Financave ishte e paqasshme për atë vend. Edhe pas insistimeve të vazhdueshme, ajo nuk u përgjigj se si do të funksionojë fondi I konfiskimit, si dhe si do të përdoren paratë të cilat do të derdhen në këtë llogari.